Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, mirë se erdhët në fleshin informativ në News 24. Sot në orën 10 është seanca plenare, ndaj do të lidhem menjëherë me Osman Stafën për të mësuar rreth agjendës kësaj seance plenare. Osman, të përshëndes, ndodhesh në oborin e parlamentit, si është dita sot për parlamentin? Përshëndetje Nisida, në fakt në orën 10 pritet një seanca plenare e ditës së sotme, ku pritet të paktën nga rendi i ditës që është publikuar për mediat, priten të ketë diskutimet, paktën i referohemi atyre në letër, sepse janë 9 projekt ligje për të cilat parlamentarët tanë do duhet të diskutojnë, duke nisur pra me projekt ligjin për kontrollin e kufirit shtetëror, për shëndetin e bimëve, për shëndetin e kafshëve, për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 79/2017 për sportin, mëtej projekt ligje për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 79/2021 për të huajt, projekt ligje për zyrat e rikuperimit të aseteve e të tjerë. Pra nuk janë çështje të cilat presin apo kanë diskutime, por janë procedurat të cilat do duhet kryen në Kuvendin e Shqipërisë, por nuk pritet të jenë këto diskutimet e ditës sotme, pasi opozita përsëri do ta çojë temi diskutimet e saj në zgjedhjet e 11 majit, për të cilat pritet të bëj akuza në drejtim të majorancës saj, takon asaj që ajo konsideron vjedhje të zgjedhjeve, ose siç e quajnë demokratët, fasada e zgjedhjeve të 11 maj, dhe pritet që këtu të përqendrohet pjesa e parë e diskutimeve në Kuvendin e Shqipërisë, paktën siç ka ndodhur edhe në seancat e tjera parlamentare, dhe më pas niset për të diskutuar secili nga projekt ligje, dhe do të shikojmë sa do të jenë parlamentarët të cilët do të regjistrohen për të diskutuar dhe për të lexuar fjalimet e tyre për secili nga projekt ligjet. Pra, pjesa e parë pritet të jetë ajo më e caktuar, apo që deputetët pritet themi akuzojnë të paktën deputetët e opozitës, apo edhe të përgjigjen deputetët e majorancës. Ndërkohë sa i takon deputetëve të opozitës, pak do të jenë ata të cilët do i përmbahen rendit të ditës, pasi përqendrimi i diskutimeve të tyre do të jenë në zgjedhjet e 11 majit dhe në denoncimet sipas tyre të abuzimeve që ka bërë Partia Socialiste, duke përdorur grupet kriminale në favor të saj, apo duke përdorur asetet shtetërore, po ashtu në shërbim të saj. Faleminderit shumë Osman për informacionet që përcolle. Faleminderit juve. Ne do të vjojmë sa kaq me fleshin informativ. Samiti i liderëve të NATO-s do të zhvillohet për herë të parë në Shqipëri në vitin 2027, lajmi u bë i ditur nga kryeministri Edi Rama, sipas të cilit liderët e NATO-s e kanë miratuar në vot unanime që samiti të zhvillohet në kryeqytetin shqiptar pas 2 vitesh. Tirana u zyrtarizua si organizatore e nivelit më të lartë të takimit të liderëve të vendeve anëtare të NATO-s në samitin që u zhvillua për 2 ditë me radhë në Haag të Hollandës. Ne shpreh mirënjohjen tonë për mikpritjen bujare të ofruar nga Mbretëria e Hollandës. Ne mezi presim takimin ton të ardhshëm në Turqi në vitin 2026, i ndjekur nga një takim në Shqipëri, thuaj në deklaratën përfundimtare të udhëheqësve të NATO-s. Udhëheqësit e NATO-s ranë dakord për një rritje masive të shpenzimeve për mbrojtjen pas kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump, dhe u zotuan se do të ndihmojnë njëri tjetrin në rast se ndonjë nga shtetet anëtare sulmohet. Aleatët zotohen të investojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto në bazë vjetore për nevojat thelbësore të mbrojtjes dhe për shpenzimet që lidhen me mbrojtjen dhe sigurim deri në vitin 2035. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se vendimi i Aleancës për të rritur në 5% të prodhimit të brendshëm bruto shpenzimet për mbrojtjen është një fitore e madhe për Shtetet Bashkuara, Europën dhe Perëndimin. Duke folur në një konferencë për mediat pas samitit të NATO-s në Haag, Trump kritikoi qëndrimin e Spanjës se nuk mund ta përmbushte këtë angazhim financiar. Presidenti amerikan Donald Trump ka përmendur sërish Kosovën dhe Serbinë gjatë fjalimit të tij pas samitit të NATO-s në Haag të Hollandës, duke folur për një telefonat që ka patur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Trump tha se javët e fundit është marrë edhe me konflikte të tjera, duke përmendur këtu edhe Kosovën dhe Serbinë. Më telefonoi Putini para disa ditësh, më tha: "A mund të ndihmoj me Iranin?" I thash: "Jo, mund të më ndihmosh me Rusinë, sepse e di, në javët e fundit u morëm me Indinë dhe Pakistanin, Kosovën dhe Serbinë. Mendoj që të premten do trajtojmë Kongon dhe Ruandan. Ka patur një luftë e egër atje", deklaroi Trump.
Izraeli dhe Irani sinjalizuan se i kanë dhënë fund luftës së tyre 12 ditore teksa hoqën kufizimet civile në vendet e tyre. Megjithatë, si Irani ashtu edhe Izraeli kanë pretenduar fitoren pas tyre luftimeve. Përballë kritikave të forta nga kandidatët për deputet për vendime abuzive të KAS që kanë shkaktuar pavlefshmëri votash, Ledio Braho shprehet se në rinumërim është respektuar i njëjti standard. Nëse ka patur tjetërsim të qëllimshëm vote sipas antarit të KAS, vetëm prokuroria mund të hetojë. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Celi Bashi ka miratuar vendimin për shpërndarjen e mandateve për deputet në 4 qarqe. Në mbledhjet posaçme, Celi Bashi vendosi të shpërndajë mandatet për qarqet Kukës, Korç, Lezhë dhe Gjirokastër. Vendimet u morën pas përfundimit të procesit ankimues nga koalicioni PD-ASHM në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve më pas në Kolegjin Zgjedhor. Demokratët kishin kërkuar shpalljen e pavlefshme dhe përsëritjen e zgjedhjeve në këtë qarqe si pasojë e manipulimeve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se Edi Rama është arsyeja e zgjatjes me 1 vit e emergjencës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vendet e Ballkanit Perëndimor. Berisha vjoi edhe dje me publikimin e videove që sipas tij vërtetojnë manipulimin e votave në 11 maj. Në Tiranë u mbajt forumi i Ligës së Arsimit të Lartë e para iniciativë në Shqipëri që synon rritjen e cilësisë dhe lobimin për çështjet që prekin arsimin e lartë. Ministri e Arsimit Ogerta Manastirdiu vlerësoi Universitetin Luarasi për programin e përbashkët të studimit me London School of Economics. Prokuroria e posaçme ka dhënë pretencën për të pandehurit e dosjes sterilizimi ku ish zëvendës ministri i Shëndetësisë Klodian Rjepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj rrezikojnë dënimin me nga 10 vite burgim. Ata akuzohen për vjedhje duke shpërdoruar detyrën, kryer në bashkëpunim, grup të strukturuar kriminal dhe falsifikim dokumentash. Të pandehurit e kësaj dosje përfitojnë ulje dënimi nga gjykimi i shkurtuar. Gjykata e lartë vendosi të mos pranojë rekursin e paraqitur nga Jamarbër Maltezi duke lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në shtëpi. Vendosur nga apeli i gjykatës posaçme përmes kërkesës paraqitur, Maltezi dhe ëndri ish kryeministrit Sali Berisha kërkonte revokimin e masës arrest shtëpi i caktuar që në nëntor të vitit 2023, kur ju ndryshua masa arrest me burg. Jamarbër Maltezi akuzohet për dosjen e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani në kryeqytet. Një aksident i rënd me pasojë plagosje në 3 fëmijëve ka ndodhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë. Të miturit që lëviznin me monopatina janë përplasur nga një makinë pranë ish Hotel Dajtit. Njëri prej fëmijëve ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e traumës. Ky ishte flesh informativ i orës 9:30.